Nxjerrju është në tellë pas shërimi mendimeve të tij. Çdo mendim që përpunojmë në mendjen tonë formson mënyrën se si shohim botën, si i qasemi sfidave dhe se si ndërtojmë të ardhmen tonë. Një njeri që ushen mendime pozitive ka më shumë gjase të tërheqë ngjarje, mundësi dhe njerëz të mirë në jetën e tij. E kundërta ndodh me ata që mendojnë negativisht. Ata kanë tendencën të përqendrohen vetëm te pengesat, të shohin gjithmonë të keqen dhe të humbasin mundësitë që i rrethojnë. Kjo lidhet të ngushtë në konceptin e manifestimit, një ide e diskutuar gjerësisht në vitet e fundit. Megjithse për shumë njerëz ky fenomen mund të duket si një mit ose një fantazi e paqëndrueshme, shkenca moderne po ofron gjithnjë më shumë prova që mbështesin fuqinë e mendimit të përqendruar dhe ndikimin e tij në jetën reale. Kur një njeri përqendrohet tek një qëllim i qartë dhe e mbështet atë me mendime, emocione dhe veprime pozitive, ai i hap rrugë vetes për të arritur pikërisht atë që dëshiron. Manifestimi nuk do të thotë thjesht të dëshirosh diçka dhe të presësh që ajo të ndodhë vetëdiu. Ai është një proces i vetëdijshëm, i ndërtimit të besimit dhe i orientimit të energjisë drejt rezultateve të dëshiruara. Nëse për shembull një person dëshiron të arrijë sukses në një punë të caktuar, duhet të mendojë se gjithçka do të shkojë mirë, të besojë në vetvete dhe të fokusohet tek çdo hap pozitiv që e afron me suksesin. Mendimi pozitiv është si një magnet që tërheq rezultatet e mira. Nga ana tjetër, një person që jeton në mendime negative, që e sheh veten të paftë dhe që përqendrohet te çdo pengesë, do të anashkallojë të gjitha shenjat dhe ndihmat që mund ta çojnë drejt suksesit. Ai do të mbyllet në një rreth vicioz dyshimi dhe pasigurie, gjë që do të ndikojë drejt për drejt në performancën e tij, në marrëdhëniet personale dhe në të gjithë rrjedhën e jetës së tij. Në vend që të ndihmojë veten, ai bëhet pengesë për veten. Për këtë arsye është thelbësore të kuptojmë se fati nuk është vetëm një çështje rastësie, por edhe një pasojë e mënyrës se si mendojmë. Nëse dëshironi të keni fat në jetë, nisni duke ndërtuar një mënyrë të re të menduarit, më të pastër, më të fortë dhe më të ndritshme. Mendoni mirë, flisni mirë dhe silluni mirë. Vetëm atëherë do të shikoni që universi fillon t'ju përgjigjet në të njëjtën mënyrë. Po ju çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.